Një vetur e tipit BMW XM me targa zvicerane është konfiskuar të mërkurën në Prizren. Kjo pasi shoferi i saj u kap duke lëvizur me 77 km/h në një zonë ku kufizimi i shpejtësisë ishte 50. Gjatë verifikimit është konstatuar se shoferi kishte ndalesë për drejtimin e automjeteve. Policia, duke vepruar sipas ligjit, e ka ndëshkuar me 500 euro gjobë dhe me një mas ndalese shtesë prej 6 muajsh. Shoferi ka rekord sa i përket dënimeve. Nga të dhënat në sistemin SIPK, rezulton se personi në fjalë ka të evidentuara 114 gjoba, prej të cilave 18 vetëm në 2 vitet e fundit, ku 3 prej tyre lidhe me nenin 246, paragrafi 5, drejtim i mjetit motorik nën masën e ndalesës. Autoritetet zvicerane do të informohen për rastin. Shënjestër.net